Kryetari i LSDM-s Venko Filipçe në takimin rajonal me organizatat komunale nga njësia zgjedhore 4 që u mbajt në Strumis, paralajmëroi se gjendja ekonomike në vend është përkeqësuar seriozisht dhe se ka probleme të mëdha në financat publike, të cilat tashmë po reflektohen edhe në funksionimin e kompanive. Filipçe theksoi se vrima në buxhet po thellohet, ndërsa shteti vazhdon të marrë borxhe. Po ndjekim situatën me financat, qeveria po kërkon kredi, e fundit është rreth 300 milion euro, vrima në buxhet është diku në rreth 2 miliard euro, është lëshuar edhe një euroobligacion për 1 miliard eurosh, por kjo nuk është e mjaftueshme. Ai theksoi se pushteti po vazhdon shlyerjen e obligimeve, gjë që tashmë po ndikon negativisht në sektorin privat. Po vonohet pagesa ndaj subjekteve ekonomike, rreth 500 deri 600 milion euro, rreth 100 milion euro është borxhi në bazë të kthimit të TVSH-s për kompanit. Ka kompani që po mbyllen, sepse nuk mund ta përballojnë situatën, prandaj marrin kredi. Njerëzit kanë jetuar nga kthimi i TVSH-s, nga ato para, ndërsa tani marrin kredi, futen në borxhe dhe mbyllin kompanitë. Ai shtoi se qeveria po e vën në rrezik edhe pagesën e rregullt të pagave dhe pensioneve, ndërsa gjendja ekonomike me këto parametra pritet të përkeqësohet edhe më shumë në vjesht për shkak të zhvillimeve në lindjen e mesme.